Kampionati botëror I futbollit për policinë po ecën në mënyrën më të mirë. Dhe nëse është kjo marrësi, kjo është edhe falë organizimit të mirëfillt që po I bën edhe IPA Shkodër me drejtues Ardian Zaganjorin, që është në cilësinë e zëvendës presidentit të IPA-s, organizata ndërkombëtare e policisë. Ardian, keni marrë shumë vlerësime, sidomos në ceremoninë e hapjes, që ishte madhështore, dhe gjithçka ju dedikua organizimit, projektit, iniciativa ju ka qenë personale. I kënaqur që u realizua ajo që ju keni projektuar prej kohësh. Ja, po shikojmë edhe entuziazmin e golave që po luajnë ekipet, po luajnë Zvicra, po luajnë Belgjika. Shumë I gëzuar, ju kërkoj ndjes për zërin, por zëri kësaj pune të mrekullueshme që po bëjmë me çunat. Shpreh keqardhjen që sot në ekip nuk do të jetë kolegu im I shquar Sajmir Rustemi, I cili për një arsye dëmtimit nuk mund të aktivizohet sot. Njëkohësisht duhet ta uroj publikisht edhe për detyrën e re si drejtori I policisë bashkiake dhe njëkohësisht partneri im më I afërt, bashkëpunëtori im më I afërt, dhe është ai person që ne do ndajmë së bashku si suksesin apo dështimin. Është një kënaqësi e veçantë që kampionati parë botëror, si çdo gjë e parë në botë, zhvillohet në Shkodër dhe si shikoni vetë, entuziazmi është jashtëzakonshëm, 800 pjesëmarrës nga 24 shtete dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e madhe për Shqipërinë dhe për Shkodrën. Ju keni qenë I pranishëm në studiot tona sportive dhe jeni shprehur optimist se gjithçka do të shkojë mbar dhe në fakt po realizohet. Ka mbetur po futet në histori, siç është futur ndeshja e parë e futbollit në Shkodër, të tjera evente sportive. Zoti Gaci, në studion keni pyetur se si do shkojë situata me ekipin e Serbisë. Do të them diçka që Shqipëria, po në veçantë Shkodra, është një familje e madhe mikpritëse ku kushdo që dëshiron ujë I jepet ujë, kush dëshiron të jepet bukë I jepet bukë, ama nëse dëshiron diçka tjetër, përsëri Shkodra e ka përgjigje. Jam shumë I lumtur që nga gjitha shtetet nuk kemi asnjë ankesë, nga gjithë të ndeshje nuk kemi asnjë incident, nga gjithë të ndeshje nuk kemi asnjë të dëmtuar dhe kjo tregon se të gjitha ekipet kanë ardhur të përgatitur për këtë aktivitet dhe shpresoj që sonte ftoj gjithë popullin e Shkodrës në orën 20 të njekë një spektakël të jashtëzakonshëm, ceremoninë e mbylljes të torneut të parë të futbollit IPA në futboll. Me që përmendet grupin A, ku luajnë Shqipëria, Serbia, Kroacia, Gjermania, Shqipëria është në vend parë pas një humje dhe është drejt titullit kampion. Ndërkohë që ka lënë prapa edhe Serbinë, e cila do të jetë përballë përfaqësuesit tonë në stadiumin kombëtar të Tiranës. Uroj të njëjtin fat edhe për ekipin tonë kombëtar. Do të isha shumë I lumtur, por do shpjegoj diçka. Për mua dhe Sajmin në gjithë këtë aktivitet ka vetëm një rëndësi. Rezultati është I dyti. Miqësia, organizimi perfekt, mospasja e incidenteve është pika themeltare e këtij qëllimi jon kryesor. Duke ndarur të kolegu juve që keni krah Sajmir Rustemi, një nga emrat e spikatur të policisë shqiptare, që Shkodra ka fat që ka në gjirin e saj, ju tha që për arsye dëmtimi nuk u bë I mundur që të ishte në formacion. Nuk u mund të rehabilitoj, po ama këtu kam pa edhe pak në faj, pasi më shumë se mirim duhet për bësh organizim se sa për lojtar, pasi shikoni vetë, ekipi jonë po shkon shumë mirë. Ndërkohë, lajmi I fundit është që zoti Rustemi është postuar nga policia e shtetit tek Bashkia e Shkodrës duke marrë drejtimin e policisë bashkiake. Me një kërkesë kryetarit bashkisë të me një marrëveshje me drejtorin e përgjithshëm policisë që e falenderoj për mirëkuptimin për këtë rast. Duke përfunduar, besoni se do të jetë Shqipëria kampione të parit kampionat botëror të futbollit që organizohet në Shkodër? Shpresoj që Shqipëria do të jetë kampione e mikpritjes, shpresoj që Shqipëria do të jetë kampione e asaj që quhet organizim ekselent I torneut të parë të futbollit IPA. Urime për gjithçka. Nëse vjen dhe fitoria, E mirë sa, faleminderit. Bukur, faleminderit.